Padyshim se kur I referohemi jetës në përgjithësi, e vërejmë se jeta kësaj bote ka sfida të ndryshme dhe për të tejkaluar ato sfida duhet një mekanizëm ose një motiv. E ai motiv quhet durim, ajo cilësi quhet durim. Durimi është për cilësive më të mira që mund ta posedon individi, familja dhe shoqëria. Atje ku arrin durimi nuk arrin asgjë tjetër. Pra durimi është cilësi dhe virtyt I madh që duhet ta posedon secili njeri, sepse terreni ku zhvillohet jeta shpesh herë është e paparashikueshme dhe sfidat mund të jenë aq të mëdha sa që s'ka rrugdalje tjetër vetëm se përmes durimit arrin qëllimet më të mira të jetës. Ne jemi një popull që I kemi kultivuar vlerat e besimit edhe në rrjedhat tona familjare dhe kombëtare dhe në mënyrë më të mirë të mundshme I kemi arritur qëllimet e jetës përmes kanaleve të durimit. Dhe ja jemi dëshmitar të kohës se gradualisht po I arrim majet e sukseseve si popull. Pra, ju thoni që durimi është një nga cilësitë dhe virtytet më të larta që ka njeriu. Durimi gjatë kohës mësohet, trashëgohet, apo njeriu lind me durim, se e dim që shumë shpesh njerëzit dalin nga vetja dhe humbin durimin. Kemi thënë shumë herë se njeriu është krijesë komplekse, por që në vete I ka të gjitha elementet, potencialin e duhur për të qenë I durueshëm. Madje Zoti I Madhërisht në Kur'an e porosit njeriu që të bëhet durimtar, që nënkupton se nganjëherë edhe me kalimin e kohës përvetësohet ky vërtet, edhe pse njeriu I ka elementet e durimit, por me kalimin e kohës edhe përvetësohet më shumë kjo cilësi dhe Zoti I Madhërisht e porosit njeriu në Kur'an që të mbështetet në Zotin e Madhërisht dhe të bën durim në proceset e jetës. Po ashtu na thot pejgamberi alayhis salam se cilësia më e mirë që Zoti I Madhërisht më ka dhënë një njeriu është durimi. Pra durimi është një prej virtyteve të pakompenzueshme në jetën e kësaj bote përballë rrjedhave nëpër të cilat mund të kalon njeriu. Më lejoni të jap një detaj që e përmend Kurani sa I përket se njeriu a lind I durueshëm apo I përvetëson këtë virtyt me kalimin e kohës. Zoti I Madhërisht në Kur'an ka folur në shumë ajete të ndryshme për konstruktin njeri, për këtë qenje e cila është dualiste, përbërë për shpirtit dhe materjes dhe që ka një potencial intelektual. Një prej ajeteve që flet se njeriu është kriju durimtar. Zoti thon në Kur'an, "Khalaqnal insana fil kabad", ne kemi krijuar njeriu në vështirësi. Fjala kabad nënkupton diçka e vështirë, që t'jep me kuptu se njeriu ka dalë për këtij procesi të vështirë për t'i përballuar rrethonave të jetës, që jeta kësaj bote nuk është edhe e lehtë. Pra njeriu, konstrukti I tij është I krijuar I tillë që të jetë durimtar në jetën e kësaj bote. Po, kurse sa I përket kësaj çështjes së durimit, nëse futemi më thellë, I bie që në jetën tonë ballafaqohemi me shumë probleme. Dhe mënyra e menaxhimit këtyre problemeve është goxha komplekse, duhet marrë parasysh ndoshta edhe ambientin dhe rrethin ku ne jetojmë. Shpesh na humb durimi edhe për gjëra të më të vogla. Si ta menaxhojmë këtë gjë? Ka ndoshta mënyra të fesë që na mësojnë se si ta menaxhojmë durimin dhe të mos dalim nga vetja? Çfarë duhet të bëjmë në moment që e shohim që po dalim nga vetja? Fillimisht duhet ta kemi parasysh një fakt se jeta e kësaj bote I ka dy anë të medaljes. Në njërin anë të kësaj jete janë gjërat e bukura, të lehta, të këndshme dhe njeriu në jetë mirë I shijon, I ndjen e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër të medaljes së jetë janë vështirësitë. Dhe këtu në vështirësi vjen në pyetje karakteri njeriu. Njeriu nuk mund ta shfaq karakterin e vet real, ndryshe vetëm nëse kalon nëpër sfida të kësaj bote. Edhe durimi është një prej virtyteve që shfaqet në rrethana të vështira, jo në rrethana të lehta. Sepse kur përballemi me të mirën s'kem nevojë të bëjmë durim ne. Por durimi vjen në shprehje kur përballemi me më të keqen të mundshme dhe këtu na porosit Zoti I Madhërisht sepse sprovat përsëri ndahen në dy grupe. Sprova që janë tjetës së përditshme, që njeriu mund t'i ketë dhe her pas here dhe hub durimin, her pas here I kthehet durimit dhe Zoti na ruaj sprova të rënda, të cilat mund të ndodhin një herë në jetë, por që janë të vështira. Dhe në të dyja situatat është në pyetje, domethënë durimi dhe shfaqet karakteri njeriu shfaqet përmes sprovave. Kanë thënë në libra të ndryshme se nuk mund ta njeh njeriu dimensionin real të tij vetëm nëse përballet me sprovë. Pra askush nuk mund ta njeh veten sa peshon, sa ka potencial, sa ka qëndrueshmëri, sa ka dije, sa ka vetdije në raport me jetën,
vetëm nëse kalon nëpër sfidat e mundshme të mëdha me të cilat mund të ballafaqohet njeriu. Pra Zoti madhërisht na porosit që të bëjmë durim, po ashtu na porosit pejgamberi sa që gjërat i marrmi në mënyrën më të lehtë të mundshme, më të qetë të mundshme, duke aktivizuar edhe anën e durimit. Mirë, kur diskutojmë për këtë gjë, nëse nuk kemi për momentin të përballë me ndonjë vështirësi, neve na duket një ligjërat shumë e mirë, shumë e kapshme, por në momentin që ne humbim vetëm, harrojmë ndoshta edhe fjalët e Hoxhës, harrojmë ndoshta edhe fjalët e librit të shkruar të shenjtë që kemi në Kur'anin dhe harrojmë gjithçka që na rrethon dhe në fakt sikur na errësohet gjithçka dhe dalim nga vetvetja Hoxh. Në këto raste çka duhet me ka ndonjë moment ose ndonjë sekondë që në këto raste ndoshta prap Zoti dërgon sinjal që me ndalu vetën. Në të gjitha situatat, Zoti madhërisht është në sprov, është aktual me besimtarët, me ata të cilët duan mbështet Zotit e madhërisht. Dhe çish aktivizohet durimi, është temë interesante kjo çështje. Janë në pyetje minutë sekondat e parë, kur njeriu e kanalizon rrugën për dalë prej situatës. Sepse është thënë në për libra të ndryshme dhe është bërë me një varfërme kjo analizë. Përballë sprovës janë dy kategori të njerëzve. Një kategori është e cila fatkeqësisht e thellon krizën në sprovë. Mungesa e durimit, e aftësisë për ta menaxhuar sprovën. Mungesa e mbështetjes në Zotin e Madhërisht, mungesa e leximit të kartës së sprovës. Ja thellon krizën dhe e çon me një stat tjetër. Dhe përballë kësaj është grupi tjetër, ata të cilët sprovën e kthejnë në mirësi dhe kthejnë në shkollë për rrugën e më të tjeshme të jetës. Kush të kanë këta? Të janë durimtarët, ata të cilët në fillet e para të sprovës e ruajnë ekuilibrin dhe mënyrë automatike mbështetjen te Zoti i Madhërisht dhe thonë që ka ndodhur nuk zhbëhet më. Ka ardhur pa dëshirën time, pa vullnetin tim, ka diçka që mbi programin njerëzor, mbi planifikimin njerëzor, dhe ai i cili menaxhon situatën e Zotit i Madhërisht, sepse ai ka krijuar njeriu të tillë që të aktivizohet ndjenja e durimit dhe nganjëherë të i bie edhe ndjenja e durimit. Për këtë arsye Allahu na porosit që ti mbështet me Zotin e Madhërisht. Dhe në situata të tilla nuk ka zgjidhje tjetër për ta bërë realitet fitoren vetëm se me kaluna për kanalet të durimit. Dhe ne duhet pak sekonda me shtin kontroll situatën, normal, dhembja është, mërzia është, pikëllimi është, por megjithatë rruga për dalë prej krizës është rruga e durimit. Pse sprovohet njeriu? Pse sprovohet njeriu është një pyetje e cila i ka preokupuar shumë njerëz në të kaluarën dhe shoqërinë të kaluarën, i preokupon edhe tash dhe në tardhmen. Pse është sprova? Përgjigjja është sepse njeriu thash nuk mund ta njeh veten, ndryshe vetëm përmes sprovës. Nga se jeta kësaj bote, nga fillimi në mbarim është sprovë. Edhe nëse jetohet gjithmonë në mirësi, edhe nëse jetohet gjithmonë në lumturi, edhe nëse jetohet gjithmonë njeriu i kënaqur, përsëri është sprovë e llojit vet, sepse kjo jetë është e tillë. Dhe tash për t'ia dhënë meritën njëri tjetrit, për ta bërë dallimin mes të qëndrueshmit dhe paqëndrueshmit, patjetër do të mos provu njeriu në jetën e bote. Dhe ka disa sprova që janë mbi potencialin e njeriu, nuk ka faj njeriu pse sprovohet, dhe ka disa sprova që vijnë këtë dunjë për shkak të paaftësisë së njeriu, gabimeve të njeriu, mëkateve të njeriu e kështu me radhë. Mirë po sprova gjithsesi është në dobi, në fund të procesit, është në dobi të njeriu, sepse në ditë do të vjen një fund që do të rishikohet jeta e njeriu.